duke qenë se ju jeni çdo natë aty, edhe protestuesit duke qenë çdo natë kontaktet me ta, fytyrat e njohura etj. Si është niveli i mbështetjes nga rrethet? Pra, janë vetëm nga Tirana, se sigurisht kryeqyteti është udhëhesi i ndryshimeve, por e ndjeni mbështetjen vetëm nga kryeqyteti, nga njerëz nga Tirana që vinë aty për të protestuar, apo edhe nga rrethet? Se pam që u nis në Vlorë. Kemi pas, është vërtet që kemi pas dhe shumë nga rrethet, është edhe, të them drejtërin, këto muj verë është edhe organizimi është pak sa i vështirë, po prap ndërgjegja e njerëzve është aq, ndërgjegjësimi i njerëzve është aq i fortë sa që ato e marrin përsipër, megjithëse edhe transporti është pak sa i vështirë, kur bëhet fjalë për të bërë transport për të ardhur shumë njerëz njëkohësisht, ne ju dini nuk kemi trena që transportojnë 1000 njerëz me një kalim, autobusët që mbajnë nga 50-70 njerëz, njerëzit vinë me makina private, pra fakti që ndërgjegjësimi është aty është shpërndarë në përgjithë Shqipërinë, e ka treguar që njerëzit vinë edhe marrin pjesë protestat kombëtare të shtunave që kemi thirrë gjithmonë, pra bashkohet diaspora, bashkohen njerëzit nga rrethet, është t'ju them drejt edhe shumë emocionuese sepse një ngjarje të tillë nuk e kemi përjetuar gjatë gjithë historisë së Shqipërisë deri më sot. Ju folët për të po sigurisht brezi jon Jose në 90-ta se mbajmë mend atë, kemi qenë disa s'kam pas lindur atëherë. Por ju folët edhe për temperaturat, sigurisht vështirësitë e tjera, por ndërkohë që kjo mund të ketë një të mirë, sepse një pjesë nga jashtë që kthehen për pushime në AV, mund edhe t'ju bashkohen. Ndoshta e prisni këtë në gusht ndoshta apo që edhe tani? Na janë bashku, kjo tashmë ka ndodhur. Kemi njerëz që kanë ardhur që më shumë vinë në gusht, sidomos edhe shqiptarë që janë në Itali. Po. Shumë njerëz, tani disa vinë korrik, disa vinë gusht, pushimet që është dhe vështirë për t'i matë këto rrymat e njerëzve, sepse nuk kemi akses në sistemin Teams të shohin sa dalin. Po, ajo që është e dukshme është që njerëzit vinë nga jashtë, na mbështesin, ka njerëz që vinë në fundjavë, marrin pjesë në protestë dhe kthehen prapë në punë për javën e ardhshme. Dhe pra vinë kalojnë fundjavën në Shqipëri, vinë të shtunën protestë dhe kthehen në Angli, në Londër, në Paris, në Berlin, në Munich, kudo në Evropë. Pra ne tani mendojmë që është ta sjellin protestën nga Berlini ose Parisi në Tiranë sesa nga Korça në Tiranë. Po, edhe kjo është një farë paradoksi. Që bota moderne na ofron, kemi për të shku nga Korça në Tiranë duhen disa orë udhëtim me makinë dhe rrugët janë pak më të vështira, ndërkohë nga Berlini vjet shumë më thjeshtë. Dhe njerëzit vërtet e kanë shfrytzuar, kjo është e dukshme, fakti që Shqipëria po zgjohet, ndërgjegja e shqiptarëve po zgjohet dhe fal gjeneratës sa aty. Ideja ime është që kjo po ndodh fal gjeneratës Z të lindur pas 96-97-s, cilët nuk kanë përjetuar luftën e 97-s, nuk janë të traumatizuar siç mund të jetë gjenerata jonë që ka provu luftësh rritmes gëzhojash, dhe këta e shohin pak më ftohtë realitetin politik ku jetojnë, e kuptojnë një farsensi edhe se çfarë demokracia supozohet që t'jetë, kanë akses në informacion në gjithë botën, i dëgjojnë diskursin politik edhe nëpër mediat huaja dhe bëjnë kontrastin. Shikojnë dhe thonë se këtu tek ne po ndodhin gjëra që nuk ndodhin askund nëpër Evropë, ne supozohet të jemi në Bashkimin Evropian dhe reagojmë sepse është momenti. Kjo është ajo që unë shikoj. Arber, kam edhe diçka për ta mbyllur, se gjithë pyetjen që shtrojnë tani është, kjo ndodhi. Po për te kësaj tani, a mos ndoshta sheshja arriti misionin e vet edhe me shfolu shumë misioni i sheshit është dorëheqja e qeverisë teknike. Misioni është dorëheqja. Janë arritur disa pika, është vërtet, megjithëse siç ju thash nuk janë thonë hapur në media. Kryeministri nuk e ka pranuar një humbje
të cilën e ka pësu, por Parlamenti Evropian ka nënshkruajtur një rezolut që kërkon urgjentisht tërheqjen e ligjit, zhbërjen e ligjit 21/2024 në zonat e mbrojtura. Për zonat e mbrojtura, gjë që e hedh automatikisht poshtë ndërtimin në Zvërnec. Dhe nuk ka rrugë dalje prej kësaj, kryeministri. Një rezoluta është një mesazh shumë i fuqishëm që vjen nga Parlamenti Evropian. Në Shqipëri është negociata, kapitujt janë të hapur, rezoluta është plotësisht përputhje me kërkesat e kapitujve për ambientin, nuk e di se cili kapitull është, por ajo që është e qartë si drita e diellit është që Parlamenti Evropian ka thonë ligjin për zonat e mbrojtura ndaleni, kudo nëpër Shqipëri ku ka ndërtime mbi zonat, ku planifikohen ndërtime mbi zonat mbrojtura, nuk të mos bëhen, për ndryshe jeni në konflikt me ligjin e BE-s dhe me integrimin evropian. Tjetër që mendojnë që kryeministri çdo gjë në rregull, u kthy nga samiti në Turqi siç e pam aty, shkoi çdo gjë mirë sipas tyre, nuk ka nga kancelaritë europiane në reagim nga kryeministrat apo më the thash, Brukseli, Washingtoni. Pra po protestohet, është demokraci, pra interpretimet janë të ndryshme për këtë. S'kemi parë ndonjë sinjal ndoshta më të fortë nga Washingtoni dhe Brukseli. Shikoj, të mos harrojmë dhe një gjë tjetër, Washingtoni, Brukseli, Londra e të tjerë janë të detyruar të respektojnë edhe konventat ndërkombëtare për të mos ndërhyrë në çështjet e brendshme politike. Kjo konsiderohet sigurisht një çështje e brendshme politike, relacioni pushtetit brenda për brenda Shqipërisë nuk është çështje e tyre, ato nuk reagojnë direkt, por jam i bindur që pas dyereve të mbyllura, pas perdeve të jo të tejtukshme, reagimet janë aty, sepse figura e qeverisë tonë është shfaq e delegitimuar në sytë e botës me të gjithë skandalet që janë shfaq që të mos i nisin tani nga e para, po ministër pas ministri në burg, ministra pas ministra në hetim nga spaku, dy zëvendës ministra në hetim nga spaku, dhe tani hetimet kanë filluar dhe për Zvërnecin nga spaku, dhe kjo është e ditur, po këto janë nga ato gjërat që nuk dëgjohen në media, megjithëse janë bërë fakte, janë të konfirmuar nga institucionet. Pra, realiteti është i qartë, edhe për botën, edhe për shqiptarët. Çështja është vetëm sa kohë do t'i duhet. Ju e shikoni vjeshtën këtu me këtë ritëm? Unë jam shumë optimist që duke qëndruar në shesh, duke mos toleruar që për shkak të pushimeve të distraktohemi dhe të na bjerë energjia, jam i sigurt që mund të mbajmë mesazhin pishtarin e ndezur deri në shtator, ku pastaj edhe vëmendja e njerëzve që kthehen nga pushimet dhe janë më të shklodhur, më të fokusuar në realitetin e vendit, do të kthehen dhe do të tregojnë, do të japin mesazhin e tyre edhe më fuqishëm se sa gjatë kësaj vere. Pra do të jetë një verë e nxehtë për te temperaturat edhe në shesh. Mbase do të marrim dhe çadra plazhit i sjellim shesh, nuk e di. E keni menduar si skenar? Kemi menduar që të sjellim edhe protesta në plazh. Protesta në plazh? Po. Breakdet. Madje është edhe simbolika e gjës është shumë e fuqishme, sepse po protestojmë për të mbrojtur edhe breakdetin. Po e mbyllim me këtë atëherë, ky ishte edhe lajmi që unë se kam dëgjuar deri tani të artikuluar, por besoj që kjo do jetë spontane apo organizuar? E gjithë gjëja ka qenë spontane, por brenda spontanitetit ka gjithmonë edhe një sens solidariteti që sjell dhe pastaj dhe organizim. Besoj që menduar për ta nisur nga jugu, sepse aty ka qenë debati më i madh për pronat edhe që nisin në Zvërnec edhe do të shihni se çfarë do ndodhi, tani unë nuk dua ta parashikoj, po do të kemi disa zhvillime shumë interesante, jam i sigurt gjatë kësaj kohe. Arbër, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit shumë.